Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Allahu jalla wa ala falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërlozur, jemi sot në takimin e radhës dhe do të vazhdojmë me librin Riyadhus Salihin dhe në kuadër të asaj që kemi marrë deri më tani, kemi kaluar alhamdulillah kapitullin e sinqeritetit. Kapitulli që ka përmbledhur në vetën e tij disa hadithe që flasin për rregullat, rëndësinë dhe kujdesin që duhet të kemi në qëllimet tona, në motivet tona, dhe që gjitha këto duhet të jenë të sinqerta për të Allahut mënduar. Pas sinqeritetit, autori përmend një kapitull të ri. Kapitulli është kapitulli i pendimit. Do të thotë kitab Bab et-Tauba, kapitulli i pendimit. Normalisht pendimi është një nga veprat më të mëdha që njeriu i bën jetën e tij, nga veprat më të dashura tek Allahu te bareka ve taala. Njerëzit e kuptojnë pendimin shpeshherë shumë të kufizuar. Andaj ne do të marrim disa çështje më rëndësishme që kanë të bëjnë me pendimin dhe pastaj hadithet që flasin për këtë çështje madhore. Autori në fillim ka përmendur disa rregulla që kanë të bëjnë me pendimin, ka përmendur disa dispozita të caktuara fetare lidhur me pendimin dhe pastaj ka vazhduar me disa ajete e në vijim pastaj edhe me hadithet e kapitullit. Prandaj ne do të respektojmë këtë rrjedhë të këtij shpjegimi që e ka përmendur autori, duke filluar nga rregulli i parë që e ka përmendur. Thot autori qala al-ulama, dietarët e kanë thënë se pendimi është obligim për çdo mëkat. Fjala e autorit kanë thënë dietarët nuk kupton se njeriu në çdo vendim, qëndrim që e merr, duhet me pas bazë dietarët. Nga se njerëzit nuk kanë aftësi që me nxjerr dispozita direkt nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Normal njerëzit rëndomt në atë gjithë mundemi me i kuptu shumë ajete, shumë hadithe, me i kuptu në aspekt në jashtëm, domethënë e tyne. Mirë po, me nxjerr dispozita, vendime shariatike për to, për shembull, çfarë rregulli përmban ky ajet, çfarë dispozita, çfarë kuptimi, nuk mund ta kuptojmë nga leximi i parë. Na duhet që të mbështetemi në fjalët e dietarëve. Dietarët ata të thotë, Allahu i ka begatuar dhe i ka ndriçuar me dije, e të cilët kanë aftësi për shkak të dijes që kanë rregullave që i zbatojnë udhëzimeve që i ndjekin, të nxjerrin, domethënë, dispozitat e caktuara fetare në përputhje me udhëzimet e shpalljes, në përputhje me ajetet e hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe kjo është një edukat në fillim që na mëson dietari, qase kjo është vetëm nga dietarët. Ky kur e ka shkruar këtë libër, ky s'ka qenë nxënës, s'ka qenë njëri të ndomt, ka qenë nga dietarë të mëdhej. Na kemi thënë në fillim, domethënë se çfarë kalibri ka qenë Imam Nevawi rahimullah, ka qenë dietar i madh, ka lënë pas vete domethënë një trashëgimi të madhe fetare. Libra domethënë të thella shkencore. E ky me gjithë këtë domethënë kapacitet intelektual, me gjithë këtë arritje, me gjithë këtë dije, thotë kanë thonë dietarët. Nuk thotë po them unë. Shikoj çfarë edukate. Sot njerëzit me pak domthon namaz që bojnë, me pak Ramazan që gjinojnë, shkon numër, shkon haxh, edhe kjo mjafton për to që tash me thonë unë po them, unë po menoj. Çështja në fenë është unë po them, unë po menoj. Kush ka thonë? Ku janë dietarët? Kush ka mësuar kështu më thonë? Andaj kjo është edukat që këna mëson ky dietarë, të thotë ka thonë dietarët. E lemo na që jem njerëz të rëndom që patjetër që kemi domosdoshme me marr nga dietarët. Prandaj të ndërozë, shikoni domthon pasuria që të japin dietarët. Çdo fjalë e tyre është një udhëzim edukativ, një
ndryshim i mendjes, një vetdije e caktuar që ti e merr nga çdo fjalë që e kanë thënë dietarët. Thotë e kanë përmendur dietarët at-taubatu wajibatu min kulli dhanb. Tauba është, domethënë, kthim. Tauba është mu kthy njëri. Domethënë njëri kur kalon kufinin, njëri kur e tepron në një rrugë caktuar, shkon larg nga pika ku duhet të jetë, e ka obligim mu kthy. Dhe njëri kthehet kur e kupton se gabim është duke i nik rrugën, gabim është duke udhëheq jetën, gabim është duke organizuar jetën. Dhe posa e merr vesh se kjo është gabim, duhet mu kthy. E më e keq është kur njerëzit e kuptojnë se kanë gabim edhe vazhdojnë rrugën gabim. Kjo s'është e logjikshme. Për shembull, njëri që është nisë me shku, tonë kushtimisht për një vend largët, është nisë me shku për Stamboll për shembull, larg me shku. Edhe rrugës e kupton që gabim, sa kjo rruga për naton. E pyet dikon për njerëzve që e din rrugën, i thotë, "Jo, gabim valla, këtë të doni, do të më kthy." Valla thotë, "Mas jam nis tash për shkaj që sa di." A është kjo logjikshme? S'është për mas jam nis valla, se s'kim mri kurrë atje. Ti duhet më kthy. Pavarësisht sa është kosto e kthimit, do të më kthy me qenë rrugën e dur. Dhe njerëzit kuptojnë se gabim e ka. Thotë, "Valla që ashtu është mirë e ki." Po valla nuk ka rregull, gabim. Nëse gabim për kthehu, po s'po mund tash më kthy. E çish po mund të vazhdo pra? Me vazhdo po mundesh keq e më kthy nga gabimi s'po mundesh. S'është logjikshme kjo. Ai shikoj, emri Tauba veç ti apo kuptu se çfarë procesi ky, për çfarë çështje bëhet fjalë. Ktheu. Kur do ku ktheu aftë. Dhe ky kthim të ndërozur nuk është çështje e preferuar. Mirë më kthyu valla. Ton sa të kupton që gabim në mësh më kthy, ktheu, mos mësh. Jo s'është kënd mësh se mos mësh. Barë që ki, obligim e ki më kthy. Dhe kjo nuk është veç për mëkat e saktuara, çdo mëkat. E ka përmendur min kulli dhanb. Çka mëkati? Mëkati është çdo fjalë, çdo vepër, çdo bindje që është në kundërshtim me udhëzimet e shpallës. E nga këtu mëkate ka të vogla, ka të mëdha, kjo është çështje tjetër pastaj. Mirë po, çdo çështje që nuk është në përputhje me udhëzimet e shpallës, Kurani thotë kështu, keni bën kështu. Suneti thotë me shku këto anë, ai shkon të kundërtën. Në sa jenë në përballje me argumentin, sa herë nuk legjitimohet fjala jote, vepra jote me argument, ti gjunavon. Kjo është esenca, në baza e kuptimit të mëkatit. Çdo mëkat është, domethënë, i dënueshëm. Çdo mëkat, edhe i vogël është. Nuk ka mëkat që nuk ka për te penalizim. Pastaj pse Allah i fal në mëkat e vogla për shkak punëve të mira që do të mësojmë për këtë si fal mëkati, kjo punë tjetër. Por mëkati në esencë është i penalizueshëm. Ka një, domethënë, ka një dënim për te. Tash ai dënim mund të jetë çortim, mund të jetë në forma të caktuara, mirë po mëkati është diçka që Allahu xhallahu nuk e don. Nuk e don. Sigur që adhurimi është çdo fjalë dhe vepër që Allahu e don, mëkati është çdo fjalë dhe vepër që Allahu nuk e don. Allahu nuk e don mëkatin. Prandaj më u kthy nga fjala që Allahu nuk e don, më u kthy nga vepra që Allahu nuk e don, më u kthy nga besimi që Allahu nuk e don, është vajib. Është obligim i domosdoshëm. Nuk është çështje, domethënë, çështje që ka të bëjë me teket e njerit apo me qefet e tij. Autori tash tret edhe për domethënë kategoritë e mëkatimit në raport me Allahun xhallahu ala, edhe në raport me njerëzit. Nëse pendimi është obligim, atëherë çdo obligim ka rregullat e veta. Çdo obligim ka rregullat e veta. Dietarët e kanë përmendur se pendimi ka disa kushte për të plotësuar. Për të kompletu pendimi, ai duhet me plotësu disa kushte. Nuk është veç për shembull njëri me thonë po vjen keq valla çaja që kem të bëj. Keq është që po bëj, pedi valla, a është kjo pendim? Ja, ka kushte vetë pendimi. Dietarët kur kanë folur për kushte pendimit kanë thonë, nëse mëkati është
mes robët dhe Allahut, i ka disa kushte. Nëse mëkati është mes robët edhe robët, ka disa kushte. Për shembull, një njeri i cili nuk e fal namazin. Ky gjuna i madh, në raport me kon është mes robët edhe Allahut. Se Allah e ka obliguar me kry një barç, ai s'pe kry. Kjo është raport me robët edhe mes Allahut. Një për shembull që pin alkohol, pin raki, lumbi gjaz. Ky gjuna në raport me kon është në raport me Allahun. Nëse Allah e ka ndalu këtë vepër, ai pe bën. Kush e ka ndalu këtë vepër të keqe, e ka ndalu Allahu azza. Ai po e shkel vin që Allah e ka caktuar, domthon është mëkat në raport me Allahun. Ky është domthon një kategori e mëkatimit. Dhe i ka kushte veta. Dietarët e kanë përmend se janë 3 kushte. Janë 3 kushte. Disa e kanë shtuar 2 kushte edhe e kanë kompletuar, domethënë pendimin me 5 kushte. Disa kanë thonë ka 3 kushte nëse me Allahun, nëse në raport me Allahun, nëse në raport me krijesat e ka një kusht, sikurse ka më përmend autori pastaj në vijim apo. Kushtet e pendimit, më thonë, mes robët edhe mes Allahut, që janë, të disa dietarë janë 3, të disa dietarë janë 5, i kanë përmend që e para është me u largu nga mëkati. Ndërsa ata që i kanë përmend se janë 5, kanë thënë se kushti i parë i pendimit është sinqeriteti. Që kemë mësuar për sinqeritet. Do njeri me u pendu nga vepra e caktuar për shkak të Allahut azza. Jo për shkak për shembull të pamundësisë. Jo për shkak të rrezikut që i kanoset. Për shembull një njeri pen alkohol. Edhe fiton smundje tron. Domthon i përkeqësohet gjendja shumë. I thot mjeku nuk guxon me pimu. Mos guxon me pimu. Edhe a i hek dorë për alkoholit. Jo për i të Allahut, se me bo më ushnosha e pat pin. Mirë po për hatër të shëndetit. A o pendu kjo sinqerisht? Ja, kjo e kalon alkoholin, është të vërtet, por se kalon për i të Allahut, aso qëra. Andaj pendimi du të me konë për hirë të Allahut, nëse do më pranuapën. E pastaj me hek dorë nga mëkati. Su më shpeton për shambull, po më vjen keq, po me vazhdu. Ja, kusht është me u largu nga mëkate që përbën. Kushti i tretë është me u ndi keq për mëkatin që e ke bo. Mu një keq, jo mu livdu. Për më koni ri, bëj shas, s'ba mu livdu. E nuk bën, duhet njeri me u një keq qëfar ka bërë edhe me emlu mëkatin. Jo me zbulu. Nësë është mëkat që e di njerë që e ka bua, kam pa, njeri pëndot, edhe ndihet keq para njerëz edhe keq që këmë bu, nuk ka regull kjo që këmë bu. Nësë është mëkat që veç Allahu e din, nuk bën me e përhap. Nëse ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kullu ummeti muafa, gjithve ka krejt ummetit tem Allahu ja falë, nuk që kërkujnë falje, me kërku falje, për jo falë. Përveç atyre që i publikojnë mëkatet. Qysh i publikojnë mëkatet? Thot pejgamberi e bën mëkatin natën, se ka pa kur veç Allah e ka pa. Qohet sabah lëvdohet, prom që akum bo me pa jo. Para këti s'ka falje. Domthon derisa çështo publikisht bën. Andaj për mu pendu, duhet me hek dorë, edhe duhet me uni keq, edhe me shpreh publikisht keqardhjen, qysh e ka shpreh publikisht edhe mëkatin. Që ka shpreh edhe publikisht mëkatin. A një numërojt, nëse Allah ja ka mbulu, qysh një lavdohet një mëkat. Qysh për shembull më ulë me bu muhabet, për shembull për kohën kur kanë pi alkool, Allah e pi shumë, e na kohë kesh. E çfarë pendimi e kjo? Është pendim vëllai. Pendimi është kur të kujtohet gjunoj marrë me tash e ke vonë, më ul këtu me Zotin na fal ç'a bëjshëm. Mos vetë ku na apo. Ai ka bëu gjuna caktuar me to marrë pi Allah ç'a ke po. Më kati është turp, më kati është njoll.
mëkati është shëmtim. Qysh njëri lavdruhet me shëmtim? Qysh njëri mburret e thurr lavdë për veti ose për dikon tjetër për mëkatin që ka bërë? Qysh? E pendimi është keqardhje. Qysh ka thonë pejgamberi sa? En-nedemu huwa at-tauba. Keqardhja është palca kurrizore e pendimit. Që ai e mban pendimin keqardhja. Kushti i katërt e ka përmendur dietarët me vendosmëri të prerë se asnjëherë mund njëtë se bën. Prej me kom. Ama jo për shkak njëri i sinqert për Allahun. E lën gjinohën, i vjen keq, a më thot mas beramit të në ty beson e lomov. Veç në Ramazan e këmë longë. A është kjo pendim? Ja, sa pendim kjo? Ja, pendim nuk ka kjo. Kjo e zbut mëkatimin për që asat nuk e banë, në gjunajnë, ama gjunahqar jetë, i pendum nuk është. Pendimi është e vendosi me linë altë kur se bëjmu. Kur? Bas prim. Se ka falë namazin, dëmohan, këthejet namaz për itë Allahut, apo, fillan me falë namazin, njët keq pëse së falë, edhe vendos, sa t'jom në gjallë mos e lokur. Me vendos. Një gjunat caktuam që sot njëjtë. Nëse i ndorë të armën do njëherë, gabimisht më ra prap njëtë pendohet. Mirë po, duhet me vendosaj, vendos me rritë prim, që e sha Allahu gjellora këtë vendosmëri në zemrën e ti, sa i s'kthejet mofën. Kushti i 4 i pendimit. Kushti i 5 i pendimit, si e kam përmend dietarët, është që pendimi të jetë brenda kohës së pranuar. Don edhe pendimi ka një afat, s'është kur dush. Nuk është kur dush ti me u penduar. Prandaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam se njeriu i pranohet pendimi derisa ma lam yughargir, derisa nuk i vjen shpirti në fat. Kur vjen shpirti në fat me dal, s'ka të u bëmopën. S'ka pendim më. Sigurisht faraoni kur Allahu azza jall ja ka thënë dënimin, e ka pa që shkoj, s'ka më pushtet, s'ka më forcë, nuk ka më zoti ai që pretendoi që rrajshëm, mashtoi ke njerëzit. Çka tha? Inni tubtu al-an. Tash u pendova. Allah i tha, al-an wa qad asayt. Atasha tankuni ku më katore. S'ka më pendova. Mor fund. Njëri kur e sheh që deka i ka ardhur. Njëri kur është prag dekës, në sheshane që na një që jemi për asë si shojmë. Ma është faza e fundit, s'ka mu këthim mu. Së në këthejt mu, që a keshtu paveq, më këthej zoti, jo s'ka mu. Si t'i shato shaja, edhe fillon me lejë kuj vdekes me ardhë, s'ka këthim mu. Këthim mu, u kry. Ajo është tash në rrugtime e daljes nga dunjoja. Shpiriti ka fillu veç me dalë. Kur shpiriti fillon me dalë nga trupi njëri të pëtën, dhe arrin diri tek faza finale daljes, s'ka pendim mu. U kry, kjo është, domthon, ky është afati i çdo njeriu për të pendu. Edhe ka afat që ka me njerëzimin. Ajo është nga shenjat e mëdha të kiametit, domthon janë 10 shenja të mëdha të kiametit. Sigurisht i kanë përmend dietar në bazë haditheve. Kur fillojmë ndodh ato, veç kiameti është shumë gat. Pejgamberi ka përmend se kur fillon e para, do të tjera të vinë sigurisht rruza që dalin për pene, për në shpejti. Allah në falte, atë një është faza fundit. Dënjas. Kur dili lind nga perëndimi, që kur dili lind ka lindja, në lëviz, edhe perëndën. Ka marrë dita kur, dili nuk lind nga lindja ti. Ku lind, këthejet nga perëndimi. Pse? Nëse Allah si jep, leje me lind mobën. Në dili sërë del, me lepi Allah të zhjën. Në gjdo vend që del dili, me lejtë Allah, me dalë që të vena, me dalë që të vena, me dalë që të vena. Me leje është kryes Allah në që le gjenu. Allah e ka kryur, me leje. E vjen dita që Allah si jep leje, të këtheu për kajarë, s'ka lindje mu, s'o bu kemeti. Kur njerë të shojnë që dili mu, s'po lind ku kom po e kunder ta po zhvillohet, tash fillojnë mu pendu, s'ka mu pendim mu, morë fund. Ase, kam pasa fat mjaftushme. Po kjo është për kategoritë e mbetërat njerëzimit në fund të ditës së gjykimit. Prandaj këtu janë 5 kushte që dietarët i kanë përmend në lidhje me mëkatet që njeriu e bën raport me Allahun te bareke ve teala. A duhet më nxitu
edhe me u pendu shpejt, nga se shikoni, te ubeja, dhe hon pas ka kohë caktuar. Nëse nuk respektuat afati kohor, njeri pastaj bëhet syt me nxirr. Wallahi sikur se Allah e përmend ndodh ditën e gjykimit njerëz që kërkojnë mundësi me u pendu pavarësisht sa është kostoja e pagesës. Me këtë e paguaj. Por njeri për me u pendu ditë gjykimit e pranon që baba dhe nona e tij me u dënuar që më pështuava. Për sa e kesh bënë njëri ka bu në dunjo me pa për shembull prindëve të ka hik që ky me ko rahat. Pastaj thot e jep edhe vllahun, e jep edhe gruan, e jep edhe fëmijët. Fëmijët i jep, do zot merri me fëmijët. Dënoi këta, bëj që në të pështoj. Gaza po shta ditë njerëz se paranojnë këtë punë. Na s'mund me paramenu nga dunjoja çysh i bën kjo situatë që njëri aq ngusht më arpuna sa që për më ushtru këtë që ka jep. Na këtë dunjë nuk e dim. Nuk mund të paramenu këtë. Ama Allah ka pranuar se ditë gjykimit ndodh. Ndodh gjykimit ato. Qysh nona është ngjani me udh, fëmijën e vet nxjerr. Për e pështu vetë, situatë e vështirë. Allah ditë e gjykimit është situatë e rëndë, situatë e vështirë. A një du më pendu të ka Allah më pregadit që me dalë sa ma i letë, sa ma faqebardh, sa ma i shpërblyre të ka Allah gjellora, i letë në kuptim të mëkateve, sa ma pak, nërsa i rënduar në aspekt në punëve, i punëve të mira. Ndërsa se përket kushtit të 6 në bazë ose ndarje 5 që e përmena, në lidhje me kushtin e pendimit, nëse mëkati është në raport me krijesën, dohet edhe me ashtu edhe një kusht. Edhe një kusht. Për shembull, nëse njëri i ka pas borxh dikujt, edhe ai vjen thotë që të borxh vëllai më kthej, thotë ç'lim borxh? Po jam mos të kam borxh. Po vërëm ki jësëm ki, jësë të kam borç, hajtë bërë dikon, a një i kepë besë, parat, në shpej kërkur si ka po, s'ka dëshmi, e më hanë borçin. E edhe, këj s'ka që ka i banë, të kjo ma i fortën me konës, me zarësën e mërë borçin, mas dikur kjo dë mu pëndu, i vjen keq, të ka lau dë mu pëndu ofë. A vlenë që të 5 kushtet? Po gjithësysh, po edhe një, do të më shku me thonë, a dina të herë, kur thësha që s'të kam bërsh, gabim e kom pas, pikujt e kom pas, ta kom borshin, që borshin. Që ta është kompletohet të ujefën. Së mund është me mu pëndu të ka lau gjellon me hak njerëzve. Ja, haku i njerëzve duhet mu la, pa tjetër. Nëse ka marë pasuri dikujt, ka keq përdor dikun, ka marë kamat, kejto të mu pëndu të ka lau gjellon, edhe nëse i ka bu keq njerëzve, do të me u këtë jopët. Për shembull, dikush i ka li borç, thot po, sa po të vynë? Thot, Allah një 1.000 euro më këshë kry punë, si jam në zarë, thot, që 1.000, mi këthen mas 2 muja 1.100. Që 100 euro, apo fajde që po i thojnë këta, fajde gjitë. Fajde është krem, kjo është shtypje dhe poshtimi njerëzve. Ke po pasë të dunin vrasje, rahje, problemet mëdha, shkak se është një athith gjaku njerit pe i domon zullumi që ja shkaktojnë. Si këthen këtë ditë, si ke kry, ta ashtu ka shtu 100, apo, si ke kry, të shtu në 200, sa që bëhet borë që shumë fish ma shumë se vetë pare që i ka marrë borqë. E ky me dosh mu pendu, që ka du me bo? Ka marrë hak njerë, du me u këti para, sa të ka mundësi? S'ka me borë, i ka marrë gjitë, ma bani halal, të Allah pëndohet, të shka o ke punë, a ma keq që ka mundësi du të me u këti njerëzve, bërë që ka. Shka këse ka marrë malin e njerëzve, pa hak e ka marrë, zullum ka bo. Në qëfar të me që ka keq përdorë? Dhe qka që si të kone ka marrë, për njerëzve, për njerit, për dikujt ma shumë, do të me këti jepë, bërë që ka. Nëse i ka hinë hak, për shambull, me fjalë, ka përhap shpifje për ta, akuza për ta, ka gënjy për ta,
do më pendu, do të më dalë qysh ka folë publikisht për ta. Po Allah filoni, është qështot, ka gënyu për ta. Do më pendu, do të më dalë publikisht më që filoni, sa është qështu, unë e kom gabuar. Shënazin, nuk është punë thjesht me shkel në dirë njëtër. Shkel aty, merë aty, keqëpër aty, në fond, jam pendu, një ka pojtë haqizin kryja du kry puna. Jo, ka dale, kim përna kusure, nuk ka bërë shkallaj e ke puna ta. Alhamdulillah, du më pendu njërë, ma mirë, po rana kë ka ke puna. Po ma mirë që të e krynë. Wallahi se me bo me la ditë gjykimit. Vaj halli për ta. Më zvet për ta. Nëse haku njërë është hak i ranë. Allahu ta falë hakun e vetë. Ta falë që Allahu ka. A ma robis ta falë hakun e vetë ditë gjykimit. Ta lypë hakun e vetë. E haku i robit ditë gjykimit që është latë. Se shka me këthi me ora, as me dolarë me kurqë, me shka këthejt e hek? Me punë mira. Ta dush me adhon në namaz që ke falë, në dhikër, në sadak me adhon. Që i vetë jenë zërë për to, du të me a falë dikujna, për me la barqë. Me pas një kujtës, ma mirë në dunja më, ma një halal, kom gabu burë, më konë, po më jenë keqë, që shtu aftë. Nëse, dëmonë, ka bo gabim dhe një kujtë publikisht, nëse ka përgoju me në nej dikun, e ka marë për goje, ka folë për të keqë, djetarë kam përmenë këtu për shambull, disa format pendimit. Por me përmbledh mësë me zgjatë, ka thonë se me shku mi lip halal, a i ka mundësi ma të sërët, a te pas ke folë për mua? Ja, ka dalë, se stash. Apo, ka mundësi situata me u e caru. Apo, kur përra nuk dijet që a i ka folë, kur a i nuk o dëmtu pja asaj, po veç e kanë marë për goje. Atëherë, ka thonë djetarët që tjetë ma e letë që këtë pendohet, edhe me qetë në raporte me srabt, atëherë mirë është edhe kërkuar është edhe obligime ka që kudo që ka folë për të keq, me shku me lavdu më thonë. Filoni më buri mirë. Nuk me folë keq për të se gabime kena. Do me shku me i qysh i ka përhap të metët e ti, tash me i përhap edhe të mirët e ti. Me i përhap edhe, dhe me thonë, virtytet e ti, qysh i ka përhap ato lëshimet e ti afëm. Se përket pendimit të vëzër, dhe më thonë, në raport me krijesën, se cili lëshim, mëkat, gabim, padrisi, që njëri ka bërë në raport me dikan, ka, dhe më thonë, mënyrat caktuar të pendimit, ose të kompenzimit, që mira me pyet për të ofër. Unë i përmanda vetë disa shembuj, për me kuptu se pendimi, dhe më thonë, nuk kompletohet, nëse nuk i kthehet haku robit. E ta qysh i kthehet ky hak? Ka rregulla, varet nga mëkati, varet nga shkelja, varet nga padrësia që ka ndodhur, kthehet. Ama duhet më ia kthejë hakun. Duhet më ia kthejë hakun, patjetër. Nuk mund më ia ngërni hakun. E më me dik. Nuk bën. Kjo s'mshelet kjo varr, kur s'mshelet. Që do të jap shë, Allahu xhallahu sa i mbron njerëzit. Sa i mbron njerëzit. Njëri me vite, për shembull, bën gjuna Allahut azhjal, nuk falet, nuk gjinon, bën punë caktuara kështu më radh në fotot. O Allah falem. O Allah pranon më pendimin. O Allah po më keq. Krejt është livet. Krejt Allah e fal. Allah është i pasur. Ama dikujt e ka marrë një copë dvogël apo tokës një euro e ka marrë njerit po. Njerit Allahu s'ta fal pa ta falaj. Kur ai ta fal, u mbyll dosja jote, në rregull jap. Prandaj duhet me kërku halal, me kërku halal në rrezull. Jo halal formal. Pra, ma bën halal burr, halal çikaç. Jo, po me shku njerit, më thon kum po më keq, fillon naje, e di që jeni keq, e di që komfort filtrona, ma bën halal burr se s'kon rregull apo. Do të më ku e ai që po i kërkohet halali, do të më kon burr si ky. Me thon, ma se po dhe keq, e po kërkon fal të kohë burr. Jo më ngushton njerën, jo më s'po ta fali. Sa burrni s'po ta fali. Falë burr. Falën kuptim të asaj që s'ka ndodhur diçka pa kompenzueshme, s'ka ndodhur diçka pa riparueshme. T'ka lëndu, nuk ke flajt, ka përsy, falë burr. Ose për shembull është që njëri është i sinqert kërkim falje. I ka ndodhur gabim ka qenë. Njëri sa të fal, ja fal Allahu te barekuhu teala. Mirë po, ky që ka bu keq, duhet me kërku halal edhe duhet me kthy ato që nuk i takon varësisht nga mëkatet që e ka bërë.
Është edhe një çështje që dietarët kanë përmendur te çështja e mëkatimit të ndëllëzër, është se autori ka përmendur në fillim do të thotë se Allahu Azza wa Jall i obligon robët e tij që të pendohen për çdo mëkat. Mirë, nëse njëri për shembull dhe gjithë njerëzit ashtu i kanë disa mëkate dhe nuk pendohet për gjitha, po për njërin. Për shembull, i njëri lumë bëjgjaz, lumë komor. Edhe për shembull, merë tash se kur lumë bëjgjaz, parat harqitën. Edhe tash, merë pare me fajde, merë pare me kamat, merë. Jo që ja, po merë, për me mujtë, me i la këtu borxhet, gjuna, kjo është për gjuna me të ndaja. Po edhe namazin se falë. Tash, njën që namazin është më rëndësi, e du të më falë, thot, unë e isha falë, po i kam që gjuna e këtos, a du të më pëjdu për krejtve, me je këtu për tënëve që mu të pranu njona, apo nga cila pëndohesh pranohet tjetë në besin, që shërë regulli? Pa dushim se e kërkuar është mu pëndu nga gjitha mëkatet. Mirë, po nëse njeri fillon me falë namaz, e jesin do gjunat saktuara, a pranohet pendimin e namaz? Pranohet. Nëse mëkatet janë të ndara një për tërë. Nga një për shembull pyesën disa motra muslimane, thotë, unë po falem, po nuk jam mbuluar. Mbulesa është obligim. Gruaja muslimane me mbulu, moshë të madhore kërën, e ka obligim, bërç, më mbulu. Po nuk mbuluat, e dënë më falë. Thotë, s'po falëna, pëse s'po falë, thotë, pëse se me mblume. E kupton që për më pranë namaz nuk unë mblume. A, kusht kja? Jo, nuk është kusht. Asaj i mbetet mëkati i mungesë mbulesës, ama namazi kryet, elhamdulillah. Prandaj çdo mëkat e ka pendimin e vet, nga mëkate mëdha po flasjon, nga mëkate mëdha. E ka pendimin e vet. Mirë po, nëse nuk pendohet nga tërësia mëkateve të mëdha, domthon nuk konsiderohet i penduar komplet dhe nuk i përkasin shpërblimet dhe përgëzimet që Allahu ja ka dhënë të penduarve. Për Allah thot, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allahu i don ata që pendohen. E ata që pendohen, nuk e ata që një pendohen e pesë lojnë. O pendohen komplet, hiq dorë nga krejt e kthehet. Prandaj, po i pranohet namazi, patjetër i pranohet agjërimi, patjetër inshallah, por mbetet ende në zonën e mëkatimit. Hala është atje ku terri është i madh atje, rreziku është i madh. Je du të më pendu të ka Allahu pendim plot nga gjitha mëkatet. Më pendu të ka Allahu të bartëram, je du po flasë për mëkate mëdhaja, se lëshimet eventuale këtë i kemi, një fjallë të pahishme, një fjallë, një vepër, një qka, këto mëkate që nuk kënë nga mëkate mëdhaja, këto i ndodhë njët, këto falen të një ndryshe, namazi me namaz, pastaj një sadaka, një kërkim fali, astakfirullah i falë, zotit Azogjel. Ne po flasë për mëkate mëdhaja, sikur se kanë mitetu, inshallah të ardhme. Andaj, nëse njeri për shembull nuk ka mundësi mu pendu nga gjitha mëkatet, s'paku pendon nga një, s'ki mundësi për shembull, s'ki mundësi, ti për ty s'ki mundësi, se mundësi tjenë, po thom, njeri i duket pak e madhe në fillim që edhe këto me lone, këto me bo, edhe masi s'mundit komplet, asë se bën të mi jo. E kërkuar është komplet, e kërkuar është më largu për këtë keqës, kjo është e kërkuar. Mirë po, fillon e gradualisht, pëse s'paku nesë në udhëharit, fillon me falë gjumon, tani 5 vaktet, falë 5 vaktet, edhe pëse nështë tani punë, klik, halaj të e bo, po, nga se namazin shatë lërgën nga punë të këshia e kështë më radhë, por mos bërë në graskën e sheton me thonë që ti pa u kompletu, mos janis asë njënë nësop. Një e thimi nisja, e dal nga dal shkot duke u kompletu. Kjo është që më nësi që e ka përman autori në lidhje me punët e pendimit. Pastaj, autori ka përman edhe dy ajete që flasin për rëndësinë e pendimit dhe flasin për dispozitën fetare të pendimit,
dhe e argumenton tërë këtë që e tha me ajete dhe me hadithe. Fillimisht ka përmendur dispozitat dhe rregullat, pastaj shkon duke i argumentuar të gjitha këtu me ajete dhe me hadithe. Prandaj kur ti përmendim ajete dhe hadithe, do t'i plotësojmë shpjegimet për pendimin, inshallah, varësisht nga argumenti. Këto që i përmenda janë vetëm një hyrje e përgjithshme me disa detaje të caktuara në raport me çështjen e pendimit dhe largimin e mëkateve dhe shkarkimin nga barra e mëkatimit sa është mundësia në këtë dunjë. Ka rregulla ende tjera që kanë me mëkatimin, detaje tjera, por që këto do të shkoqiten inshallah pastaj në trajtimin e argumenteve që flasin për pendimin, edhe të ajeteve, po edhe të haditheve të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Allahu xhallahu na fal mëkatet tona, na përmirësoj gjendjen tonë. Allahu na ruaj nga çdo e keqe që ai nuk e don, e na udhëzon nga çdo e mirë që ai e don. E Allahu xhallahu teala na mundsoj që dalja nga dunjaja të jetë një dalje faqebar për neve, të penduar, të kthyer tek Allahu azza wa jall, të shkarkuar nga mëkatet dhe të pasuruar me punë të mira e të pranuara e shumë fisht të shpërblyera tek Allahu te bareke ve teala. Me kaq për sot Zoti shpëleft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.